Unë përsëris thirrjen dhe jam i sigurt që Peleshi, ky kryetari i kuvendit, Balla, një nga këto zonat më të fuqishëm në kuvend, Gazmend Bardhi dhe Sali Berisha do t'jenë viktima së shpejti në SPAK mas Ramës për këtë pislik që ato po bëjnë, që sabotojnë me çdo mënyrë hetimet kundër korrupsionit, hetimet për korrupsionin e Belinda Ballukut dhe të tjerëve në shtet, të jeni të sigurt, këto janë armiqt më të mëdhej që ju keni në vend. Peleshi, Balla, Bardhi, që boni lojën ky Gazmend Bardhi, edhe Berisha, që nuk lanë deputetet e PD-s, kur ishte për të votu me i heq imunitetin, t'ja hiqnin edhe ashtë i bëjnë lojën. Këto të gjithë do përfundojnë atje ku kanë vendin, edhe mas tyre vjen Rama. Të gjithë këto, është koha, por larg këtyre, se këta tash nuk mos u mërzisni shqiptar, mos e vrisni menjen fare. Mos se tash e ka marr Amerika këtë në dorë, dal nga dal, do ta shkatroj këtë zgjepe që keni ju në Tiranë, të dy partive, por nuk bëhet me një herë. Dal nga dal. Mos e vrisi më menjen fare. Këto klysh, sidomos Peleshi, edhe Balla, Bardhi edhe Berisha, këto janë armiqt më të mëdhej që ka kombi shqiptar, kjo kaçe. Këto kanë bot pamundme, edhe ju i dini arsyet, se janë lojra politike, por bizniset i lidhin këto me njëri tjetrin. Prej sa vitesh i kanë bizniset e përbashkëta këto, që vjedhin naftën tonë dhe e shesin në Kinë. Mendoni ju që do i falë Amerika këto klysh kurve, që jo kanë vjedh popullet shqiptarëve kanë shit në Kinë, të paktën të kishin shit në Amerikë. E njëjta gjë që i ka ndodhur ati Kadafit, Saddam Husseinit, përgatitet i ndodhë këti klyshit tjetër në Venezuela, ati spordhjakut shpellëve që ka Osama Bin Laden. Kjo gjë do ndodhë me 500 shqiptare, nuk flas për atë shurën, për atë zgjepën, për atë pillin me pederast, Belinda Ballukun që ka vjedh pronat e shqiptarëve që s'kan bukë të hanë, s'kan ilaxhe të blejnë, sa do vjedhë ajo me vapor, nise. Por kjo peshja, Edi Rama, Sali Berisha, Tauland Balla, Peleshi dhe Gazmend Bardhi do kalbën qeli. Dëgjoni fjalën time, dhe asgjë mos bëj populli shqiptar. Të riurt siç kanë deri më sot, se këtë radhë ka se kush i del zot. Mos i thash këta, unë habitëm ato njerëz që janë gjendje të punojnë me ChatGPT, edhe të përdorin suksesshëm ChatGPT, duhen me qenë genius, më gjeni se sa ChatGPT. Unë më shkatroj ChatGPT. Punoj një muaj rresht, të kujtoj se i bëj gati gjithë materialet që i kam përgjigje dhe jap mi korrigjoj, edhe besoj se gjithmonë bi viktim, siç kam ra viktime njerëzve, shokëve të mi më të afërt, miqve të mi më të mirë gjithmonë. Ashtu bi viktime dhe interneti dhe ChatGPT-s. Ja jap edhe në minutët e fundit kur jam komplet i rrezikapit. Ja jap të përmbledhjen që më bë këto ndryshimet, me hiq këto preset, me hiq këto komat, me hiq këto klapat e këto diod që kam aty, edhe me bën ne themi bold, kur i bën kështu me të zeza të theksume, këto titre këto dion, edhe jap edhe më duket mu fancy ajo, më duket shumë e bukur ajo që ka thonë, pa kuptu që ka sekretu gjithmonë. Edhe ja tash në fund prap shoh që më pas ka bo një lamsha, dhe kur e thomë, ore, po ti më duket që pas ka heq gjysmën. E thot, po, thot, unë kam heq, thot, më shumë se gjysmën. Edhe ka të dërsu.
se si punojnë njerëzit kryusit e vërtet me ChatGPT-n. Unë nuk mund të kuptoj veç se do të them që ata janë më qeni se sa chati vetë. Shifën i komentin, se do të mërë të shti komentin nga këtu që ky idiot që më ka shkatru, ja rri pa gjumë ditë natë të punoj, edhe ja për të më rregulloj pak gjuën, të më rregulloj ato eksebitet, provat, e ku do t'jon, edhe vjen edhe më shkatran, më rregullon diçka të vogël, është si është si të marrësh një piktar apo një skulptor të bëjë një afreskë në mur, ke ndërtu një shtëpi të mirë ti, edhe fillon ai dhe bën atë për shembull qiellin, edhe i futi të çamë murit që edhe duket qielli edhe nga jashtë rrezotoi drita mrena ku do dion. Ai e bën atë artin për mrekulli, bile e bën që por të shkatroj shpinë. Këtë më bën më çati. Shikojnë edhe komentin poshtë, Sami Gjoka ju përshëndet, po mos e vrisni mendjen. Këto klysh të kurvës, këto të pest, që e kanë marrë, edhe të jeni sigurt që e kanë marrë Shqipërinë përpara, pra kisha Edi Rama, Taulant Balla, Niko Peleshi, Gazmend Bardhi dhe Sali Berisha. Këtyre s'prish punë, këta u kalbën, këta në më të mëdhej se unë në mosh, këtyre disa për tyre. Edhe po vjen koha atikin, po emri, në qoftë se nuk kalbën vetë burgjeve, emri i tyre, i flisht, do të mbarë të jetë matë atë urrejtjen tonë, për atë që në kanë bërë prej kaq vitesh, prej kaq dekadash, këto maskarej. Edhe arsye që bëjnë lojë me ne, bëjnë sikur luftojnë, por nuk luftojnë me gjithë kur vjen koha të arrestonin mbrojnë, siç mbrojti ky Bardhi me Perishën, Belinda Ballukun edhe bëjnë dashilore, parlamenti është mbyll, o gjykata kushtetuese e mbrojtën këta. Këta nuk e lanë spakun të arrestonte. Arsyet janë thjeshta, gjithë vjedhjet që janë bërë, sidomos të pasurive tona nëntëksore dhe vazhdojnë bëhen, kanë gishtet e njerëzve nga dy partit. Kjo i manë ata që mbrojnë njëri tjetrin, bëjnë sikur luftojnë për karrige, ata e bëjnë luftën me gjithë men, që tulesh ti të veja mund për vetëm kaq, por jo që të zbulojnë vjedhjet që kanë bë, që thoni ka bë lobie, i kanë bërë bashkërisht këto gjithë. Pra edhe një herë, luftën këta e bëjnë me gjithë men, ti marrin karrige njëri tjetrit, po vetëm kaq, por jo që të zbulojnë rrënjët e vjedhjeve që kanë bë. Sami Gjoka ju përshëndet. Sa herë du të mërë dhunë, ma punoj kësë